Në Vlorë vazhdon të bëhet plazh edhe në tetor. Vlonjatët me sa duket kanë krijuar tashmë një traditë që sa herë që dielli shkëlqen dhe ka mo të mirë i drejtohen plazhit për t'u larë. Në Bregdetin e Vlorës gjen sot qytetar vlonjatë të cilët ende pushojnë. Faktikisht, ata tregojnë se asnjëherë nuk janë shkëputur nga plazhi, teksa e kanë filluar sezoni veror prej marsit dhe do ta vazhdojnë për gjatë gjithë vitit. Pushuesit që frekuentojnë ende plazhet thonë se sa herë që ka diell shkojnë për t'u larë në plazh. Shumë prej tyre e shfrytëzojnë edhe për aktivitete fizike, si për not apo vrapim, të cilët tregojnë se ditët pranë detit, klimës, jo ditë i japin jetë. Aktivitetet sportive, detin, klimën, ajrin e pastër, ata i cilësojnë si element kryesor të shëndetit të mirë. Është rregulluar më bukur buza e detit për vrap. Ka dhe më shumë besoj menaxhim apo jo? Pastërti. Po pastërtia është diçka personale, e bëjmë ne. Është pa pastërtia jo. Nuk është. Kur e ke bërë këtë sezon? Nuk e kam ndaluar asnjëherë, nuk e ndaloj. Ja gjithë vitin. Po, nuk ndaloj asnjëherë. Edhe këtë vit s'ke ndërmend. Derisa të kem fuqi. Nuk e shfryzon plazhin dhe Bregdetin vetëm për t'u larë apo, por edhe për aktivitete fizike. Po. Çfarë bën kryesisht? Të gjitha ushtrimet, vrapin, tash jam kthyer nga vrapi. Unë do bëj ushtrimet, pastaj do lahem, do futem në det, Noti? do dal, do bëj ushtrime prap, pastaj në shtëpi për drekt. Sa e mban këtë regjim në ditë dhe është i përditshëm kjo rutinë? Përditshëm, i përditshëm. Sa orë bën stërvitje le të themi? 1 deri në 2 orë. 1 deri në 2 orë. Dhe ta pyes ç'a moshë ke? Po ti e ke dhënë disa, është 72 për 73. Duket fare. Është kjo rutina sportive? Po, ju kam thënë edhe një herë, ka 16 element ushqyes deti, që i merr trupi direkt. Shëron të gjitha sëmundjet 3. Dielli për ngrohtësi, toka për ushqim, deti për kurim. Po mirë, shumë mirë. Është mrekulli e veçantë kjo. Në muajin tetor. Kur e ke nisë të sezon veror? Kur e kam filluar? Po, kur e ke filluar? Po, në fund të majit, në fillim të qershorit, kam mbi 4 muaj janë në këtë vend. Kur do ta mbarosh? Ke ndërmend ta mbarosh? Po, kur të filloj kohë e keqe që të mos përshtatet më, patjetër. Vlonjatët janë tetor edhe në plazh apo jo? Po, patjetër. Unë vi kështu kontriboj në mënyrë vullnetare këtu për ambientin e për të. Edhe bëjt e plazhin. Si është ky tetor? Plazhi, deti, si janë? Shumë të. Sot për shembull ishte një çik më i freskët sepse kanë ardhur ujëra nga rreshjet që kanë rënë Matan nga Italia dhe kështu që ndihet ajo freskia. Më mirë besoj, më i qetë. Ja, shumë mirë, jo, mrekullisht. Vlora ka veçanti, është fantastike. Turist pushues ka apo më pak? Po ka, ja të uaj janë. Ja të uaj. Po thuaj se pjesa më e madhe të uaj janë këta. Por në Bregdetin e Vlorës nuk mungojnë as të uajt. Për operatorin turistik Luigino Isufaj, prenotimet janë të kënaqshme edhe për gjatë kësaj periudhe të vjeshtës. Isufaj tregon se në vjesht më tepër mbi zotrojnë lindorët, por nuk mungojnë as europiano perëndimorët, me turistët italian të shumë në numër që janë bërë tashmë si të shtëpis. Prenotimet në shifra janë të kënaqshme. Sipas administratorit të një prej njësive hoteliere në Vlorë, pritet të jenë të tilla në shifra edhe në vazhdimsi. Isufaj, për të gjithë skeptikët që ende janë në mëdyshje përse duhet të vizitojnë Vlorën, ka dhe një mesazh të vinë në qytetin mikpritës se krahas klimës, detit do të largohen edhe me një mik të mirë. Normalisht të vit, jemi superzuar për pjesën e vjeshtës, sepse ka pas turista, po dhe normalisht dhe koha ka mbajt në mënyrë shumë të mirë. Beso se po, sepse Shqipëria sot është kthyer në një trend që me çfarë po shikojmë nuk është më ai që fillon sezoni turistik, ai një muaj gushtit dhe të gjithë aty mbaron. Sot shikojmë që gjithmonë pompohet gjatë gjithë vitit me turistë të huaj. Normalisht me çfarë shikojmë në këtë periudhë janë polakët që janë në masë, pastaj me agjenci me tur operatorë janë gjermanët, zviserianët,
Po themi na gjitha, mos themi italianët tashmë janë bërë si në shqiptarët, por pjesërisht në këto vende, dhe francezët. Them të drejtën, është klima që na favorizon, natyra. Jemi akoma një vend për të eksploruar, që mund ta themi një vend akoma me shumë natyrë të pastër e të qetë. Duhet ta zgjidhim Vlorën sepse e para Vlora është dashamirëse ndaj turistëve dhe e kemi parë që çdo turist që vjen gjithmonë ngelet me një shok ose me një mik në qytetin e Vlorës. Fundjavat në Vlorë janë ato të cilat kanë fluksin më të lartë të prenotimeve dhe sigurisht pushuesve. Kjo fundjavë e tetorit në Shifra është e kënaqshme. Moti mirë ka bërë që prenotimet të shkojnë në kuotën e 20% të dhomave të gjitha njësive hoteliere që këtë fundjavë në Vlorë janë të prenotuara, ku sigurisht dominojnë pushuesit vendas të cilës zgjedhin Vlorën.